Porositej në WhatsApp si funksionon të rrjeti shqiptari drogës në Itali, i përfshirë dhe një mitur. Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga operacioni antidrog në Itali që goditi një organizat kriminale të përbërë kryesisht nga shtetat shqiptare dyshuar për trafik dhe shpërndarje kokaine në qytetin e L'Aquilas. Sipas mediave italiane, në hetim rezultoni përfshirë dhe një mitur për cilin prokuroria e të miturve në L'Aquila po zhvillon procesin e veçantë. Ai dyshohet se e përdori nga grupi për prerjen dhe paketimin e dozave të kokainës. Operacioni çoi në arrestimin e 16 personave dhe masa të tjera sigurie për disa të tjerë, ndërsa në total janë rreth 40 persona në hetim. Sipas akuzës, organizata drejtohej nga një 27 vjeçar shqiptar identifikuar me inicialet e së, i cili konsiderohej organizatori kryesor i rrjetit kriminal. Hetuesit thonë se ai koordinonte furnizimin me kokainë, transportin e drogës dhe rritjen e shpërndarësve në qytet. Një tjetër shqiptar 25 vjeç dyshohet se menaxhonte komunikimet me klientët përmes WhatsAppit dhe koordinonte shpërndarësit në zona të ndryshme të L'Aquilas. Sipas hetimeve, organizata kishte një strukturë të mirë organizuar ku secili antar kishte një rol të caktuar. Drejtuesit merreshin me furnizimin, organizatorët me klientët dhe komunikimet, ndërsa shpërndarësit kryenin dorëzimin e drogës. Droga shitej kryesisht në lagje dhe zona publike të qytetit, përfshirë parkingje, parqe dhe rrugë të frekuentuara. Klientët kontaktonin shpërndarësit në WhatsApp dhe merrin doza standarde prej 40 gramësh me çmim rreth 40 euro. Hetuesit italian dyshojnë se organizata ka operuar nga viti 2022 deri në vitin 2025 dhe se aktiviteti kriminal ka gjeneruar fitime shumë të mëdha. Sipas dosjes hetimore, vetëm nga disa raste të dokumentuara dyshohet se grupi ka siguruar mbi 70.000 euro të ardhura, ndërsa ndaj një kliente të vetme ja regjistruar mbi 120 raste shitje.